para 10 viteve e kom ble një herë do buk edhe jom shku me familje të ky lumi poshtë me hangër. E shef? Edhe tu e lyp një vend për më ull, kur e kom pa një njeri i cili ka këcy prej ures, edhe ora o mytë të më thënë, ka bo vetë vrasja. E shef të telat kanalt, ta janë për mos me këcy njerëzit, për mos me ra prej ures me e mytë vetën. Da me thënë, tash njerëzimi është të munu me i nalë njerëzit mos me këcy prej urav. Kjo është problemi jonë tash o musliman, ja kena këthy shpinën Allahot Azza wa Jall, i kena shkatru familjet, i kena prish lidhet farefisnore, na është ba dunjaja qëllim i kësa jete, të mërimrit në dunja na është ba qëllim i kësa jete. Kur të banë këto gjana, atëre veç kur të pajsh vetën aty në stëm, të menu prej kuhit moj me kësy malet. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. E ai i cili ja kthen shpinën përmendjes së Allahut Azza wa Jall, madhrimit Allahut Azza wa Jall, ai do të ketë një jetë të vështërsume, ngushtume. Sa të ngushtume sa mënesh me pa vetën atë. E lusim Allahun Azza wa Jall më na ruajt, e lusim Allahun Azza wa Jall më na bë për aty që gjithmonë punojmë për dinin e Allahut Azza wa Jall. E i kthehemi dinit e Allahut Azza wa Jall, e largohemi prej pasimit shejtanit.